Aktori dhe producenti I njohur I humorit Ermal Mamaqi është bërë sërish viral pas një interviste plot batuta me gazetarin Ronaldo Sharka. Në bisedën e tyre për suksesin, karrierën dhe ndikimin e parave në jetë, Mamaqi foli me sinqeritet dhe humor për ndryshimet që sjell fama dhe pasuria. Sharka I kujtoi aktorit fillimet e tij në skenën e Portokallisë, periudhë kur u njoh edhe me Amarda Toskën. Ti nuk je I shëmtuar, ti je thjesht I varfër. Në fillim në Portokalli nuk shiheshe me sy, u shpreh Sharka me shaka, duke e bërë Ermalin të qesh. E di, unë vetë nuk e kuptoj amin se si u dashurua me mua në atë kohë, u përgjigj Mamaqi me humor. Gazetari shtoi se ndoshta Ami e kishte ndjerë energjinë e tij që në ato vite, duke theksuar se sot Ermalin e sheh si një njeri krejt tjetër. Paraja të bën të bukur, tha Sharka me ironi. Mamaqi nuk uroi të pajtoi, po të bën. Dhe siç e themi shpesh, është më mirë t'i fshish lotët me 500 euro nga sendilja e një Ferrari, se sa me biletën e autobusit. Deklarata plot sarkazëm e aktorit u përhap me shpejtësi në rrjet, duke ndezur debat mes ndjekësve për raportin mes pamjes, parave dhe suksesit në jetë.